Tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump për çelikun dhe aluminin e importuar në Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në fuqi. Kjo ka shkaktuar një përgjigje të menjëhershme nga Bashkimi Evropian, i cili ka bërë të ditur se do të vendosë kundër tarifa për miliarda euro mallra amerikan. Komisioni Evropian ka shprehur keqardhje për vendimin e SBA-s për të vendosur tarifa të tilla, duke i konsideruar ato të pajustifikuara. Në një konferencë për gazetarët, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u shpreh se tarifat të tilla do të dëmtojnë tregtinë transatlantike. Ato janë të dëmshme për bizneset dhe konsumatorët dhe do të rrisin çmimet. Tariffs are taxes. They are bad for business. Tarifat janë të këqija për biznesin dhe akoma më keq për konsumatorët. Këto tarifa po prishin zinxhirët e furnizimit. Ato do të sjellin pasiguri për ekonominë. Vendet e punës janë në rrezik dhe çmimet do të rriten në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Evropian duhet të veprojë për të mbrojtur konsumatorët dhe biznesin. Kundërmasat që po marrim janë të forta por proporcionale. Duke qenë se SBA-ja po aplikon tarifa për 28 miliard dollarësh, ne po reagojmë me kundërmasa me vlerë 26 miliard euro. Are strong but proportionate. Kundërmasa do të hyjë në fuqi duke filluar nga 1 prilli. Më pas, nga mesi i prillit, BE-t do të vendosë një raund të ri kundërmasash në përgjigje të tarifave të SBA-s. Këto do të ndikojnë në eksportet e SBA-s me vlerë deri në 18 miliard euro, duke plotësuar kështu vlerën totale të BE-s në 26 miliard euro, që përputhet me shkallën e tarifave amerikane. Von der Leyen u shpreh gjithashtu se BE është e gatshme të përfshihet në dialog. Tarifat e SBA deri në 25% do të zbatohen për çelikun dhe aluminin. Produktet e tjera gjysmë të gatshme për çelikun dhe alumini, si dhe derivatet nga pjesët e makinerive deri te gjelbërat e thurjes. Tarifat nuk do të kenë asnjë përjashtim për vendet evropiane. Ministri i Tregtisë i Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Reynolds, tha se ai ishte i zhgënjur dhe të gjitha opsionet ishin në tryez për të u përgjigjur në interes kombëtar. Rritja e shqetësimeve për koston e luftës tregtare shkaktoi një rënje në tregjet e aksioneve në SBA dhe tregjet botërore.